Patjetër do e shoh filmin edhe kam marrë direkt me ble biletat sepse për mua është një lajm shumë i rëndësishëm, jo vetëm si artdashëse edhe si kinemadashëse, po jam rrit në këtë vend, kështu që kam shumë kujtime të bukura dhe ta shikoj të rindërtume, ta shikoj në këtë nivel është për mua shumë kënaqësi edhe mbahet zemra mal, kështu që mezi po pres me e pa. Herën rreth parë uroj për të kinema shumë borë, do të thënë është rikthyer në një institucion shumë borë. Urime për këtë, por është edhe nostalgjia për kineman që erdhe sonte. Kam botuar një monografi për kineman shfaqjet e para të filmit në Shqipëri dhe në 87-ën kam realizuar muzeun e filmit, i pari i këtij lloji në Shqipëri. Kësaj herë me ata i befasuar. Një punë shumë e bukur, me shumë vlerë, me shumë kulturë, edhe uroj Bashkinë Shkodër edhe personalisht Benit Beci, i cili merret dhe po realizon gjana shumë bukur për qytetin e Shkodrës. Rikthimi i kinemas për zotin e kena prit shumë adin, po për pjesë filmave unë novatorin e kam njeh që kur ka dalë i pari, tash që i treti, edhe pse është i gjatë, shpresoj mos na mërzitet të jetë aq i bukur sa më na mojt entuziast deri në fund të orës 3. Sa herë kaloj shumë këtu atin e shihun kur po hapet e kur po hapet. Është këndshëm, i duhet ai nis një gjaku me kalu kohën, ku marrë me shiu filmat e fundit. Unë jam shumë i kënaqur që u hap kinemaja që me pa filma dhe mos me i pa prind në shtëpi. Kam qejf ta shikoj serinë e re dhe më duket film shumë i bukur. Më në fund, Kinema Republika sot është e hapur për të gjithë qytetarët e Shkodrës. Ne fillojmë me premierat botërore që jepen në gjithë Europën, në gjithë botën. Kemi Avatarin sot, kemi Zootopia, kemi Housemaid, SpongeBobin. Të gjitha premierat e reja që dalin në botë do jenë dhe në Kinema Republika. Mbas një rekonstruksioni shumë dinjitos të godinës dhe një rikthimi në identitet të këtij institucioni që gjithë shkodranët janë krenuar me të, ne sot jemi njësoj si çdo qytet evropian. Sonte është hapja e Kinema Republikës, mirë se vini në kinema në Xhevahirin që i kishte munguar qytetit tonë të Shkodrës. Sot po shohim edhe njerëz të cilët po e frekuentojnë, interesi është shumë i madh, kjo jo vetëm për shkak të investimeve bashkëkohore që kemi bërë në institucionin tonë, por edhe nga dëshira e madhe për artin, kulturën dhe sidomos për kinematografinë.